Dimar Basha nuk duhet të ketë asnjë post publik. Dhe ai duhet të jep dorëheqje, sepse është dëm i madh i Kosovës, është tërë për Kosovën me qenë. Kështu që të tjerat, jo e patë, ne sot të morëm pjesë, është fatkeqësi, 8 muaj kjo që ka ndodhur. Është gjë e keqe, është lajm i keq për Kosovën. Mungesa e kapacitete për të ndërtuar marrëveshje politike për vendin, fatkeqësisht kjo situatë ku jemi këtu. Në fakt, e kam thënë edhe herave tjera, në Parlamentin e Kosovës, prej që jam deputet, asnjëherë s'kam ngrit dorë kur kam pas dyshime që shkelet ligji, ose kur kam pas bindje që është kundër interesit vendit. Në këtë rast, sot, përveç që shumë gjëra që kanë ndodhur, më shumë se njëherë gjykata kushtetuese është marrë me këtë çështje. Pjesë e partitë politike të mëdha kanë shpresuar që gjykata kushtetuese do të bëjë marrëveshje politike për ta. Gjykata kushtetuese nuk është për marrëveshje politike, është për mbrojtur dhe interpretuar kushtetutën. Dhe më e mirë që gjykata nuk është futur në atë lojë. Dhe kur nuk keni mungesë të leadershipit, kuzimit leadershipit ndërtu një marrëveshje të madhe të partive, po flas. E këto nuk jam të folur për një parti politike të veçuar, por për të gjithë. Vim këtë situatë ku jemi sot. Ne sot jemi shkuar në parlament në kohën kur ka një parashtresë në gjykatën kushtetuese. A është i kushtetuar kuvendi apo s'është i kushtetuar kuvendi? Keni alo dyshime? Unë po, absolutisht kam dyshime. Si njëri që kam marrë pjesë në procesin e negociatave në Vjenë, kam dilemat e mia, kam dyshimet e mia. Përtej kësaj, është një parashtresë në gjykatën kushtetuese. Dhe mund të ketë një aktgjykim i cili të konstatoj që se nuk është kushtetuar kuvendi. Në prandaj ne sot votuam, abstenuam, dhe vazhdojmë, kemi në konsistent në qëndrimit që kemi pasur deri më tani. Mund vjen mirë që nisma socialdemokrate, prej ditës parë të treguar konstruktive e hapur. Ne me mundësinë e saj për të dhënë kontributin për të ardhur ndonjë marrëveshje politike që do të jepte institucionet, fatkeqësisht, si më thanë, fuqia jonë politike është kjo që është, dhe këtu është krijuar një klimë që bashkëbisedimi, kompromiset, sikur me kontrati kombëtare, në fakt. Trajtohet besimi qytetarëve me këtë sjellje kështu, duke mos gjetur një mundësi për të dhënë institucionet të vendit. Tash i shohim procedurën së bashku. Pa dyshime që keni pas një takim në këta minuta të shtesë me zotrin Kurti, a u mbajt një takim i tillë dhe pat një tentim për një marrëveshje këta minuta të fundit? Është pamjaftueshme largimi ose si më thonë i zotit Basha ministër. Çka do të ishte mjaftueshme për ju që eventualisht në votimin e radhës që mund me pas vota së pari, e dyta me ndërtu marrëveshje politike, legale, publike, me detyra, me përgjegjësi, me obligime, të përbashkëta. A u hapur për të bëni për parlamentar apo tash zgjedhje? Problem me kesat për Kosovën mos konstituimi i institucioneve. Në fund ditës, shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës përfundimisht fillojnë e të na gjykojnë mbi bazën e sjelljeve dhe të na marrin përgjegjësinë në votë. Shpresoj dhe besoj se duhet dikush të më marrë përgjegjësitë e qendrës. Çka mas 2 muajve në zgjedhje? Edhe këta kanë me bë koalicione, edhe këta kanë me bë marrëveshje. Çka pastaj? Këtë kjo 8 muaj, kush duhet me marrë përgjegjësi për atë që ka në vendin. Mëse më pyetni atë do të takoni nesër me Abdixhikun, çka do të jetë tema e diskutimit apo ka kemi takime të rregullta me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, bisedojmë për tema të ndryshme. Është takimi i dytë që po paralajmëroni për çka po diskutojmë? Jo, është takime të rregullta, do të kemi çështje të bisedojmë për aktualitete, për zgjedhjet lokale, për ato që ka shkuar procesi, po ashtu edhe për zhvillimet aktuale në vend. Mund t'i bashkoni LDK-s në zgjedhje parlamentare nëse do të ketë? Ju jeni një gazetare hiperaktive, shkoni me një 10 hapa larg. Ne tani për tani nuk është kjo tema. Tema është bisedojmë për përfundimin e zgjedhjeve lokale, për bashkëpunimet, format e bashkëpunimit aty tje, për zhvillimet aktuale për këtë temë. Kështu që po mos harroni, nuk është lajm. Nëse merrni një ofertë të mjaftueshme për ju, a do të ndryshojë vota? Qëndrimet tona i dini qëndrimet. Marrëveshja politike, për cilën po flasim. Dorë dimoni asnjë post publik do të më mbajt. Sepse jo privatit që t'jemi qartë, e kom bë qartë, nuk kam problem me personin privat.
po nuk është ide për një post publik, kushdo qoftë ai i cili ka ofenduar, ka fyer dhe ka tentuar të përmbys historinë e lavdinë e këtij shteti. Edhe sot s'mund të përfaqësoni shtetin ku ju keni pshtyr, keni fyer, edhe keni njollosur këtë shtet për cilin sot ju mendoni me drejtu. Kaq. Faleminderit.